bashkëpunim ëndrash, me artistët shqiptar ti ke prekur më të mirët, edhe nuk e din që ose mund të ketë. Padyshim kam pas fatin me punu me shumë si shte emra të... Dafina Zeshiri nuk besoj se mund të ketë një emër më të madh, gjithsesi, okay. Po, edhe pjesa tjetër që janë më afër rrymës që unë bëj, ose që kanë qenë një farë orientimi, ose që unë i kam ndjek gjithmonë me shumë qef, sepse kam pa tek ta diçka që më ka pëlqyer gjithmonë edhe më ka nxit akoma më tepër për me bë punë, po flas për shqiptar në këtë rast. Do përmend Elton Dedën, një nga shokët e mi shumë të mirë që bashkëpunojmë shumë shpesh, edhe që është një nga ata që ka vendosur sa shtylla të forta në muzikën pop rock shqiptare. Do përmend Aleksandër Gjogën, që është zëri për mua është në rang global, edhe ndoshta mund të jetë nga më të mirët. Është padyshim një nga këngëtarët më të mirë që ka qëndruar në mbi tokë.